Tani ka 35 vjetë zotri. Në leadership i Partisë Demokratike është kjo që kemi. Me sukseset që ka, me drejtijet që ka. Sali Berisha. Kjo që njojmë, thellësisht. Tani, që të nëbën këto një ju, se ju po thoni tani se këto nuk do të bëhen me fryet këshu, edhe zgjidhet. Me, si thuet ajo, me... Frymin e zotit. Frymin e shenjtë. Frymin e shenjtë. Bëhet frymin e shenjtë dhe bëhet, jo. Atere, a duhet të ketë ndryshim leadership në PDS nuk ndodh më. Se ndoshta ndodh edhe të PS-ja kjo, të ri deri në pas vdekjes edhe Edi Rama. Dar qoftë, i nuk jorim. Normal. Ti jetoj sa më gjatë. Kjo është në Shqipëri. Tani disa kanë ikur këtu, kanë parë punën e vet. Tani ky, a mund të ketë ndryshim leadershipit o zoti tani? Kjo është humbje e tretë rresht të zgjedhjeve parlamentare. Duhet humbje e tretë. A ka më kuptim qëndrimi i Berishës në krye të Partisë Demokratike? Ç'mund të bëj ky në krye të PD-s tani? A mund ta bëj ky njeri dot? Po kush e kërkon? Pra kush e kërkon këtë ndryshimin brenda PD-s? Ore ne askush prej deputetëve që janë atje në listë, askush prej të tjerëve nuk ka guxim që ta kërkojë janë të destinuar. Janë të gjithë në shtuar. Deputetë o bësi o bë pra tani. Të shpjegojon. Dhe kur them dashje dhe ti po të isha atje te lista. Po jo ke gabim. Nuk do flisje me gjuhën tjetër. Po pikërisht për të dy gjëra nuk jam përmendur. Se do flisja. Pikë e para dhe kishë qëndrim tjetër për Spakun e lati. Të dy penalizimet e mija, më të tri. Edhe pas për Spakun. Dhe po të themi gjë tjetër. Rama ka inat Intonin, ka inat mua, por është në ato bura që intereso vota. Marë vota pas atërim qok balit. Në qok kokës, në këtim, ma në shtrim. Kurse këto menojnë që flamur në aga menojnë, thoti, qa flete i për shefin, qa menojnë për tavolina, se të flasin e jesën rrë. Nuk ka halën marë votat, po ka halën që është besike im, së është besiko imi. Edhe se nëllë të një, lista mbyllur, bo gjithë me besnik, me gjithë me ish galosha, me galoshet vjetra, dhe përfundun votet lutëm. Pyetja është si zgjidhet dash. Të lutëm. Konstatimin e kemi ne. Një minutë. Pse ndodhi kjo tani që 151.000 vota që ka marrë në gjithë qarkun, 151.500 që ka marrë qarkun Tiranës PD-ja, 136.400 ka marrë lista hapur. Vetëm 14.100 që ka marrë lista mbyllur. 12 veta sa janë këto, kaq ka marrë, kaq vota ka marrë. Tani katërt ju kam thirrur këtu. Si mendoni doktori, nuk e kupton këtë që tani cinaf. Mjaft. Nuk e kupton këtë gjë vetë. Se aty ata nuk i thon dot ore flamuri këtë. Ndoshta s'e kupton, s'është problemi i doktorit. Nuk e kupton. Si se kupton? S'është problemi i doktorit, se një parti. Po se kuptoi atëherë ai një parti e cila është në unison e gjitha që Berisha nuk duhet lëviz. Domethënë që ata mendojnë gjithë njësoj për mënyrën e zgjidhjes. Sa flamur noka për djepra? Dhe ne na duhet mendim kam noka. Do të ketë një alternativë, ne na duhet një alternativë, njëri që mendon ndryshe për mënyrën e zgjidhjes. Kanë rregull. Që mendon ndryshe për to që tham. Jo alternativë që të mendojë se si Berisha mjafton ndryshoj fytyrën, se nuk quhet parti, nuk quhet lider i ri ai pse. Ai do të quhet një maskë e re për një lider i vjetër. Ka një paradoks ylli, shumë kështu. Por ndoshta ka të drejtë dhe Sali Berisha sepse e di pse. Shumë një nga njerëzit që luftonte më fort kohën e Elbash se ky u bë sekretar i përgjithshëm. Gazim Bardhi. Që bë këta grup. Gazi tani është më fort se të gjithë me doktorin. Se si kesh kë, pse qesh ti më? Nuk po qesh më jo. Po busqesh. Po qesh. Ju morin qaf Gazit, themi drejtën tash. Ju morin qaf. Dashim me Gazin. Bazën e Gazin ishe. Tani Gazi të la aty. Unë ndatë të marrëveshja e shkurtit që bëri me Çuçin. Aty unë ndatë, apo? Po. Kur që kur vati bëri marrëveshjen me Berishën në shtëpi, unë s'jam dakord. Në rrugën tjetër. Se s'ka të ardhur. Ju thoni që doktori e troqi Gazin dhe ishte i qartë. Doktori pas ka qenë gjithmonë i qartë në punët e veta. Po këta që shkuan Gazin mbrapa se kuptojnë se mirë Gazi bën pazarin e vet. Doktori ka përvojë 30 vjeçare në këtë punë, është 15. Kemi në diversitet. Jo, kur ka ndodhur gjëja se ndryshon në që mos e thoje dot mazit e gojë, thonë herë në ngradë Sali Berisha, po s'e kam kur me gojë. Thoja fëmia, korrupsioni, kurrë se biles edhe kur isha kundra, thoja që ora çështja Sali Berisha vazhdoi që mbaj qendrimin. Keni moderuar. Politike, jo mos është moderuar, por shoh besoj valla. Është politike çështja Sali Berisha, nuk ma hini menja motë, ose ish program nuk profesionist, nuk më lejon që një VKM kolegjale të thoshta shiti që ka edhe drama ka përgjegjësi të herë penale, edhe ai Fatosnano dhe Ilir Meta dhe Pandelimajka për gjithë VKM-t, për gjithë vendimet vendimet kolegjale. Kaq, se është vështirë të provosh anën subjektive dhe anën objektive të një vepre të tillë. Është e pamundur. Se po të kishin mend ato për ashtu gjëra, kishin filluar për çështje për tjera gjëra, jo për atë, e kupton. Edhe kështu që është politika, edhe vazhdoj ta maj qendrim.
ka kry punë. Dhe se kemi rënë jena. Këto që nuk thanë, u bën, por e pëti merë vetëm me tema 17 dhjetorin, u bën 11 dhjetorin, ku bë ajo në ty. Me 11, me 12 Berisha tha, deklaroj, tha, me datë 8 janar dhe vion e tjeta. Se se me datë 15, me 20, me 22, ishe pa blindu të Silia. Ky tjetër blindotën brenda, këto gjitha, marrën këto, qas marrën ty, hekra e gjithë. Këto i bënë, dhe, si bënë unë. Sekund. Si bënë edhe kolekti mi. Tani- Ato janë bashkë, shin dyshet. Tani për të gjitha gjërat, Ne jemi këtë për të gjitha gjërat ti Po thua, situata, po vëlla. tani për të gjitha gjërat ti Mos ka dash bërë kundër ta. minutë Mos e bëjmë dot valla. Prit mos e më ikën. Mos e bëjmë dot valla. Prit mos e më ikën. Nuk tike jo. Jo më më ikën mua gjë më erdhi për të pyetur tani. Se ti tani ke filluar të thuash të drejtën për të gjitha gjërat valla. Ti nuk do të kishë ikur sikur ata të mos të përzinin. Jo. E të shpjegoj unë ty. Qëndrimin. Nuk do të kishë ikur. Ja të shpjegoj E qëndrimin. pra shënd, Unë jam nga ato burra i cili i kam kërkuar Sali Berishës, basi u bën kontakt, të bëj gjëra sepse i stiri deputetë gjithë tjera dhe i kam thënë kur fut në burg Edvin Saliani, padrejtisht që të jemi të qartë, dhe ishe politike gjithçka, duke ngel veni bosh, i kam thënë këtyre, e ke gjallë them unë, nuk di me rrejt më, nuk di me rrejt më, kështu i them. Ma jeni më i Basanin, dhe ti e mund në kryte, po se zora 8, nuk dalim më shumë. 8 sa kemi dalë 2021. Si që doli edhe dorë si sot. 8 Thonë të kundër tonë. Dhe i kam thonë, jem lutur pasaj mas 12 marsit, të hynë listë hapur, më zotëri, jem lutur. 5 ditë kemi negociuar, vetëm për larguar një kandidat që isha aty ke lista hapur në Peqin, që nuk e larguar edhe i thash, vetëm për të provuar ju, që unë kam bi 10.000 vota personale, që du e bi 2 siguret pak të 5-6 nuk e marri dot. Dhe ju kam thonë, të dini 10-4, publikisht, se dhe njofë me plom gjithë të zonë. Pse? Sepse lista shumë e dobët. Pse në 2021 ne dolem 28.000 vota më shumë se 2005-ën? Thuhet si ishin bandat, thuhet si ishte pushteti, s'kishte vlerë, nuk ishte blerë votë. po ishte ajo që tha, ai lufta, 28.000 vota më shumë. Tani ishte lista më dobët. Antoni, e kupton, isha ajo që nisi që shkatrimi plot aty se shiko, duhet llogaritim edhe një faktor, që të jemi të ndershëm, që Kandidatit janë thënë parë. mjeshtërisht Pa diskutim. për herë të parë, këtu ka qenë një luftë 35 vjeçare, se unë jam gazetar në karrierë 30 vjet. Ylli dur se doli 8-6 2021-shin. Elbasan doli 14. Duhet të them, nuk e kam të shifrat. Tu ka qenë një luftë pa princip mes dy palëve, për ta vrarë njëri tjetrin, vrarë themi në mënyrë metaforike, asgjësuar politikisht. Po mi kundërshtarit e pun ka? Jo. Ta bëj kundërshtarit, qa bën ti? Po ta mbaroj pra, logjikën. Lufta në Shqipëri ishte pa princip. Dhe kundër Partisë Demokratike, duke llogaritur gabimet e veta të panumërta, ka qenë dhe një luftë shumë e ashpër tash. Ne kemi bërë vetvrasje. Ma një e menja. Përveç vetvrasjes, po ka Ne qenë kena një bërë luftë e ashpër, vetvrasje. duhet ta pranojmë këtë. Kemi bë vetvrasje. Dhe faktorën nuk kom Përveç vetvrasjes. Domethënë, Vetvrasje. është shfrytzuar Mes dhe faktorën për herë të parë është futur në lojë faktori ndërkombëtar dhe është shfrytzuar mjeshtrisht